Fatos, mirë se erdhe për herë të dytë. Mirë se ju gjeta për herë të dytë. Do me thënë ti i vetmi person me cilin kemi pas problem teknik gjatë xhirimit. Aha, unë këtë e quaj mësysh. Mësysh. Po, sepse po diskutojmë tema shumë të rëndësishme, është pak duhet të ketë një problematikë të vogël. Absolutisht. Po, thua kështu është për t'i marrë ligat. Për t'i marrë ligat, po. Por nuk na ndali problemi teknik, jo, po e bëjmë për herë të përsërish. dytë. Po, ti je personi i cili angazhohesh në çështje gjinore shumë shpesh, aktivisti të drejtave të grave dhe punon tani në rrjetin Stella pikërisht në këtë drejtim. Sa e rëndësishëm është angazhimi i burrave në këtë sferë? Angazhimi i burrave është tetë i rëndësishëm për shkak se barazia gjinore nuk është një çështje e cila i ndikon vetëm vajzat apo gratë. Është një çështje shoqërore e cila na ndikon të gjithëve. Të njëjtat struktura të cilat diskriminojnë kundër grave janë ato të njëjtat të cilat u bëjnë shtypje dhe pritshmëri të dëmshme edhe burrave. Prandaj është edhe rëndësishme që të vetëdijsohemi për këtë gjë, të mos ta shohim atë sikur luftë ndaj burrave, por ta shohim sikur luftë ndaj sistemeve të cilat nuk na lëvërtisin as burrat as gratë. Domethënë është një çështje të cilën duhet ta luftojmë së bashku. Unë zakonisht kur them që burrat janë të privilegjuar në shoqërinë tonë, marr një reagim jo gjithmonë pozitiv, sepse thonë jo, po nuk është ashtu, jo, po je shumë ekstreme ndonjëherë. Mendon që burrat janë të privilegjuar në shoqërinë tonë? Patjetër që po, domethënë ne kemi një set të privilegjeve të cilat ndoshta as nuk kemi të vetëdijshëm që i kemi. Megjithatë janë të vërteta, edhe vetëm duhet, domethënë, të bisedojmë me femrat që ta kuptojmë se çfarë privilegjesh gëzojmë ne. Unë një përvojë të tillë e kisha në shkollë të mesme, kur si një teenager me ndryshimet e mia në disponim, vazhdimisht dilja natën dhe ecja tek shtegu i Vardarit, duke dëgjuar muzikë. Edhe të nesërmen u tregova disa shoqeve që isha duke bërë këtë gjë dhe që më ndihmoi për shëndetin mendor, edhe ua sugjerova edhe atyre të njëjtën gjë, edhe u shikua njëra mes tjetrës, sikur çfarë po thot Fatosi, domethënë edhe aty mandej ma bën me dije që vajzat nuk e kanë aq të lehtë të dalin natën, sidomos edhe të izolohen nga zhurmat të cilat i dëgjojnë rreth e rrotull, domethënë me kufje në vesh. Kjo ishte vetëm nisma e asaj që të kuptoj unë se sa ndryshe është bota për mua edhe sa ndryshe është për shoqet e mia me të cilat unë kaloja 8 orë në ditë, domethënë çdo javë 5 ditë në javë. Këtu ishte domethënë edhe ajo pika ku fillova të hulumtoj pak më shumë se cilat privilegje i gëzoj unë dhe cilat në çfarë mënyre mund t'ju ndihmoj vajzave që t'i gëzojnë të njëjtat, edhe kuptova që nuk është detyra ime të domethënë ti ndjek ato edhe ti mbroj nga rreziqet, është thjesht sikur t'ua jap zërin apo ti dëgjoj përvojat dhe eksperiencat e tyre, edhe të amplifikoj zërat edhe përvojat e tyre, që të shohim se me çfarë ballafaqohen ato, çfarë nuk shohim ne meshkujt që femrat e kanë çdo herë përballë vetes. Mendon ti e ke shfrytzuar për të mirë privilegjin, e ke parë që je i privilegjuar. Mendon që burrat në përgjithësi mund të shfrytëzojnë këto privilegje për të mirë, për kauzën të cilën ne edhe përkrahim, për të krijuar një botë më të barabartë? Patjetër që po, domethënë nuk mund ta mohojmë që meshkujt akoma ushtrojnë pushtet më të madh në shumë sfera, siç është politika apo biznesi, dhe prandaj duke përdorur këtë platformë, këtë privilegj që e kemi, është detyra jonë, domethënë është detyrë e jona që të krijojmë hapësira të sigurta për femrat. Domethënë kjo nënkupton t'i dëgjojmë përvojat e tyre, të
avokojmë që të mos ngacmohen në hapësira të ndryshme, të votojmë për politikat e cilat i mbrojnë të drejtat e grave. Domethënë, ka shumë gjëra të cilat ne mund t'i bëjmë, të cilat asesi nuk ndikojnë negativisht tek ne, pasi që është një përgjegjësi e përbashkët, është një respekt i ndërsjellë i cili krijohet kur luftojmë për barazi. Nuk është sikur femrat marrin diçka prej meshkujve. Është një gjë që u takon të gjithëve, janë të drejtat njerëzore. Nuk është që do ketë më pak për meshkujt nëse femrat arrin në nivel më të lartë. Mendon që ka paragjykime ndaj burrave të cilët angazhohen në çështje gjinore? Me siguri duhet ketë në rrethe më konservatore, sepse në rrethe të cilat janë më përparimtare, meshkujt të cilët janë feminist apo që merren me aktivizëm për të drejtat gjinore, ndoshta shihen vetëm thjesht si aleat të një lufte për një shoqëri më të përmbushur për të dy gjinit, më të barabartë, më të drejtë, dhe nuk është se u kushtohet shumë rëndësi, domethënë shihen vetëm si një grup njerëzish, meshkuj që luftojnë për një kauzë të pastër dhe të qiltër. Megjithatë, në rrethe më konservatore, do të kisha thënë që aktivistët meshkuj për barazi gjinore mund të ballafaqohen me tallje apo përbuzje, ndoshta në disa situata të caktuara edhe me armiqësi, por nuk e di, unë nuk mund të them që kam pasur ndonjë përvojë të keqe gjatë avokimit tim për të drejtat e barabarta për gratë. Prandaj edhe u them të gjithëve, domethënë miqve të mi, shikuesve të këtij podcasti, që të kyqen në luftën për barazi, për shkak se nuk është fundi botës, nuk është se na ndikon neve në një mënyrë të keqe. Është mirë për të gjithë në fund të ditës barazia gjinore. Po, domethënë edhe zbehet në krahasim me atë që e kaloni ju, aktivistët për të drejtat gjinore. Domethënë, nëse unë mund të kem ndonjë ofendim që gjuhet në drejtimin tim, nuk do të më ndikoj as pak, në të kundërtën, domethënë do të më ndihmoj të ndërtoj një karakter më të fortë, të kem integritet, edhe gjithashtu të luftoj për atë që është e drejtë. Në përgjithësi, unë kur flas me njerëz i shoh që ka një perceptim të gabuar për feminizmin. Në përgjithësi e kuptojnë gabime, kuptojnë si luftë e grave kundër burrave. Ke pasur eksperienca të tilla? Po, domethënë është një keqkuptim i trisht i feminizmit, për shkak se nuk është luftë mes gjinive, është luftë kundër sistemeve shtypëse të cilat na ndikojnë në mënyra të ndryshme, por na ndikojnë negativisht edhe burrave edhe grave. Domethënë, nëse gratë kanë vështirësinë ku shpeshherë ballafaqohen me rreziqe apo me dhunime të ndryshme, me abuzime të cilat janë specifike për to, burrat në anën tjetër që në moshë të vogël, djemt, domethënë rriten në kuptimin që duhet shtypur emocionet e tyre, që nuk është në rregull të kërkojnë ndihmë. Kjo shpihet tek probleme të tjera të cilat fatkeqësisht nuk i trajtojmë, siç është përqindja shumë më e madhe e vetvrasjeve tek burrat sesa tek gratë. Kjo ka një arsye. Arsyeja është pikërisht kjo, shtypja e tepërt e patriarkatit, e cila nuk u lejon meshkujve të shprehin ndjenjat e tyre, e demonizon ndjeshmërinë dhe këto atribute u shtyen vetëm grave, që jo domosdoshmërisht është e njëjtë, domethënë kemi gratë të cilat mund të jenë dhe janë shumë racionale, janë shumë kokëftohta, ndërsa kemi burrat që janë shumë më të ndjeshëm. Nuk është çështje gjinie, është çështje sistemi, domethënë lufta është ndaj sistemit shtypës, jo ndaj një gjinie të caktuar. Po thua që patriarkati ju bën dëm edhe burrave?
Pikërisht, po, do më thënë, definitivisht është një sistem i cili i gjymton djemt qysh në moshë të vogël, duke e barazuar maskulinitetin me agresion, me dhunë, kur ka në fakt mënyra shumë më të shëndosha se si ta shprehim maskulinitetin tonë, si të jemi të fortë, në të njëjtën kohë duke i respektuar gratë, duke i respektuar femrat dhe duke krijuar një shoqëri më të barabartë dhe më të sigurt edhe për gjinin më të butë. Më të butë? Është më e butë? Janë gratë më të buta? Ti sa po e the që nuk vlen këto atribute? Është subjektive, do me thënë, për disa gjëra mund ndoshta t'jenë më të fokusuara drejt bashkësisë, ndërsa tek meshkujt ndoshta ekziston ai sistemi hierarkik i kush është më i fortë apo kush është në krye të piramidës. Megjithatë, nuk është domosdoshmërisht kjo sistemi vetëm në të cilin mund të funksionojmë. Ka shoqëri të cilat lulëzojnë kur gratë gëzojnë të njëjtat të drejta, njëkohësisht edhe raportet profesionale dhe personale janë shumë të shëndosha. I qartë. Ka mënyra se si mund këta burra të cilët ndonjëherë janë edhe kundër barazisë gjinore, t'i bëjmë aleat, t'i bëjmë në krahun tonë, ta kuptojnë që kur ata do të përfshihen më tepër në barazi gjinore dhe në atë që ne promovojmë, shoqëria do të jetë më e mirë, e ardhmja e fëmijëve të tyre do të jetë më e mirë. Besoj që po, besoj që duhet fillimisht të edukohen burrat për këtë gjë, të kuptojnë se si një sistem i cili shtyp gratë gjithashtu ndikon negativisht tek ta, cilat janë disa pritshmëri prej tyre, të cilat janë dëmtuese dhe të cilat shkaktojnë stres të tepërt. Dhe pastaj besoj do të bëhet më e qartë atyre burrave që është një luftë e përbashkët, do të thënë nëse ata ngrejnë zërin e grave në jetët e tyre apo në punët e tyre, në hapësira të ndryshme, nuk është se diçka atyre do të merret. Është thjesht një mundësi që edhe prej tyre të largohet një pjesë e shtypjes, të jenë më të fortit, të jenë të vetmit fitimprurës në shtëpi, dhe do me thënë të krijojnë familje, të krijojnë bashkësi ku gratë kanë të drejtën të punojnë, të jenë të sigurta, ndërsa burrat e kanë të drejtën të jenë të ndjeshëm, të kërkojnë ndihmë, të varen njëri prej tjetrit dhe të mos mendojnë ose të mos e kenë mendimin që duhet vetëm vetë t'ja dalin, por të krijojnë edhe ata një sens të komunitetit, të bashkësisë. Sepse zakonisht tani e shohim një valë të burrave të cilët kërkojnë pushim të lindjes, të cilët kërkojnë të mos jetë bara e mbështetjes financiare vetëm mbi ta. Ky është pikërisht edhe misioni i feminizmit, do të thënë të luftojmë për barazi, që edhe gratë të jenë më të fuqizuara, më autonome në financët e tyre, por edhe meshkujt të jenë më të ndjeshëm, do të thënë të mund të gëzojnë lumturinë që sjell kujdesi familjar. Po, pikërisht. Në ndërkohë përmende burrat të cilët mund t'i kemi aleat dhe të cilët i kemi aleat në luftën për barazi gjinore. Nga ana tjetër unë shoh që djemtë e ri sidomos po ndikohen shumë nga disa figura të caktuara. Ne e dim tashmë se çfarë po ndodh me presidentin Trump, me lëvizjen e djathtë e cila po triumfon në një farë mënyrë në shumë vende të botës dhe më duket sikur djemtë e ri kanë disa modele të gabuara të asaj se si duhet të sillen dhe se si duhet ta shohim botën kur vjen puna te barazia gjinore. Ndan të njëjtin mendim? Është ky maskuliniteti toksik që i themi ne. Për shembull, Andrew Tate është një prej modeleve që këto burra e kanë. E ndjekin, po, fatkeqësisht. Po, do të thënë
maskuliniteti, unë do të thoja, është një konstrukt shoqëror, është një koncept dhe si i tillë mund të ndryshojë. Jo domosdoshmërisht maskulinitetin duhet ta barazojmë me dominim, me agresivitet, me fuqi. Do të thënë, një burr i cili është një vend i sigurt për një grua, një burr i cili mbështet të gjitha gratë, më thënë, jo vetëm, sepse nuk më pëlqen ai nocioni që si do të kishe dashur dikush të sillet me motrën tënde ose me nënën tënde, mendoj që edhe po nuk pate nën, edhe po nuk pate motër, është njerëzore të kujdesesh për të angazhohesh për të drejtat e të gjithë njerëzve, domethënë jo vetëm ato që të prekin ty personalisht. Ndërkohë që për maskulinitetin, këto tipare, domethënë një burr të jetë i kujdesshëm, një burr të jetë i fortë dhe i respektueshëm, të ketë respekt ndaj grave, këto mund të jenë tipare të maskulinitetit, domethënë mund të ndryshojë kjo gjë. Ndërsa për këta burra, nëse mund t'i quaj të tillë, si Donald Trump, Elon Musk, Andrew Tate, domethënë këta e parafytyrojnë, e parashtrojnë, e paraqesin një figurë të gabuar të maskulinitetit, pasi që këta promovojnë edhe vlerat familjare, megjithatë sapo i tregojnë ato vlera familjare me vepra. Disa prej tyre domethënë trafikojnë me gra, disa prej tyre të cilët avokojnë për familje nukleare, 2 prindër dhe 2 fëmijë, domethënë ashtu, kanë 14 fëmijë me gra të ndryshme. Domethënë Elon Musk sapo zbulua që solli në dritë, në fakt jo ai, po partnerja e tij e tanishme solli në dritë fëmijën e tij të 14. Domethënë këto nuk janë vlera tradicionale. Domethënë këta burra avokojnë për familjen tradicionale, por nuk praktikojnë familjen tradicionale. Nuk i praktikojnë gjëra si respekti, si besimi dhe mbështetja e grave. Domethënë, sipas mendimit tim, kapitulojnë në faktin që, ose kapitalizojnë prej faktit që ka shumë djem të cilët për momentin janë të hutuar rreth asaj se si duhet të duket jeta e tyre, dhe këta njerëz, këta burra e shfrytëzojnë këtë gjë dhe e keqpërdorin fatkeqësisht. E vërtet dhe e trisht, sepse sipas hulumtimeve, domethënë këta burra, sidomos në Amerikë, apo që e konsiderojnë veten konservator dhe të cilët e konsiderojnë veten të djathtë, sado që janë për shembull po ndalemi te aborti, kundër abortit dhe votojnë ligje të cilat ndalojnë abortin, nëse vjen puna tek fëmijët e tyre, i dërgojnë zakonisht jashtë shtetit, sepse kanë mundësi të dërgojnë jashtë shtetit për të abortuar, kështu që tregojnë thjesht që nuk praktikojnë atë që avokojnë, atë që they preach. Është një e ka Dua Lipa shumë të mirë atë frazën. Are you practicing what you preach? Po, domethënë është një dyfytyrësi që fatkeqësisht është aq subtile sa që nuk vrehet aq dukshëm, përpos nëse djemt të cilët i idolizojnë këta meshkuj, këta burra, hulumtojnë pak më shumë edhe kuptojnë se nuk i kanë vlerat të cilat i supozojnë se i kanë. Në të njëjtën kohë, neve kemi, se kur është puna për modelet, kemi model të këqij, ku janë modelet e mirë, ku janë ata burrat të cilët mund t'i shikojmë, mund të modelojmë sjelljen tonë në bazë të tyre. Domethënë në historinë e shqiptarëve kemi shkrimtar, aktivistë të ndryshëm si Petronini Luarasi, si Gjerasim Qiriazi, cili u kanë ndihmuar motrave të tij të ndërtojnë shkollën e parë të Vashave po në Korçë. Domethënë janë këto modele të cilat fatkeqësisht i kemi harruar dhe nuk kujtojmë që kanë luftuar për barazi, kanë luftuar në kohë kur kemi qenë në sulm nga secila anë, nga otomanët në njërën anë, nga grekët në anën tjetër. Domethënë, edhe në balë të këtyre sfidave, neve kemi avokuar për një shoqëri më të barabartë.
fatkeqësisht këto gjëra nuk përsëriten shumë, nuk dihen shumë, sepse është një valë e frikshme e të djathtës e cila ka kapluar botën. Mendon që patriarkati krijon burra të dobët, të paaft në kuptimin që u ashtron gjithçka gati, gratë kujdesen për to, nënat kujdesen për to, bashkëshortet e tyre kujdesen për to. Dhe ata ngelen të paaft në disa gjëra bazike të kujdesit ndaj vetes. Ka shumë burra të cilëve u mungojnë aftësi jetësore, aftësi jetike, qoftë kjo mirëmbajtja një shtëpie, higjiena personale, rritja e fëmijëve. Domethënë, këto janë veçori të cilat secili individ, jo burr, jo grua, por secili individ, secili person duhet t'i përvetësoj dhe duhet t'i ushtroj. Ndërsa mënyra se si shoqëria, të paktën në vendin tonë, është strukturuar, është që gratë të jenë në shërbim të burrave. Filloj me një djalë të lindur, i cili përkëdhelet nga nëna dhe pastaj domethënë përcillet në duart e gruas, që një lloj të kujdeset edhe ajo për ushqimin e tij, për këmishët nëse i ka të hekurosura, për domethënë ta menaxhoj, të them ashtu, t'ia rris fëmijët, domethënë që ai vetëm detyrë të ketë të sjell në shtëpi të holla, edhe kjo të jetë, domethënë, i vetmi kontribut që e jep. Kjo domethënë i le edhe fëmijët e tyre të mangët kur vije puna për aftësitë të cilat duhet t'i zhvillojnë. Ndërsa domethënë fillon nëna, nusja apo bashkëshortja dhe pastaj është nusja, domethënë ose vajza. Varet se si shtjellohen gjërat. Po, megjithatë, shumë burra mund ta kalojnë tërë periudhën, tërë jetën e tyre duke mos i mësuar disa gjëra bazike që u nevojiten për të mbijetuar. Çfarë roli ka pasur nëna jote te ti? Nëna ime ka qenë një grua shumë e fortë, e cila më ka ndihmuar më ka ndihmuar shumë, më shumë se çka qenë e nevojshme, por kur kam filluar të përpiqem t'i përvetësoj vetë këto veçori etike, këto karakteristika që secili njeri duhet t'i ketë, më ka mbështetur në këtë drejtim dhe më ka ndihmuar që t'i bëj gjërat si duhet. Po bën edhe një libër, ke bërë tashmë një libër për të. Është një libër me përmbledhje të poezive, të cilin ja dedikoj mamit. Është në 2 gjuhë, në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, të cilat i kam përkthyer vetë, ndërsa kopertina e librit është një homazh për mamin, për shtëpinë ku ka lindur ajo e cila nuk ekziston më, për kopshtin me lule të cilin e ka rritur dhe për të cilin është kujdesur ajo, si dhe titulli i librit është Novka e saj, me dorëshkrimin e saj në fakt. Shumë e bukur e gjitha. Fatos, unë të falenderoj shumë që erdhe për herë të dytë për ta zhvilluar këtë bisedë dhe për të folur për rëndësinë e kyçes së burrave në luftën për barazinë gjinore, sepse mendoj që është jetike, mendoj që është e domosdoshme nëse duam të arrijmë barazinë gjinore dhe falenderoj shumë për punën që bën. Faleminderit Rita që më ftove, do të vijë edhe për herë të tretë nëse diçka ndodh, sepse është një temë e cila vlen të dëgjohet dhe është thelbësore në mirëmbajtjen e shoqërisë dhe mbarvajtjen e të gjithë neve. Faleminderit shumë. Faleminderit ty.